Prokuroria e Tiranës ka dërguar për gjykim biznesmenin Adnan Mahmuti dhe 5 persona të tjerë, të lidhur me rrjetin e kompanive Tibo, pas një hetimi afro 3 vjeçar për një skem të dyshuar mashtrimi financiar, evazioni dhe pastrimi parash. Sipas akuzës, përmes kompanive MagoWare, Tibo, Tibo AL, Tibo Communication dhe Oversport, është ndërtuar një mekanizëm i ndërlidhur për lëvizje të paqarta financiare, pa faturim tatimor dhe më mungesë pasqyrimit të saktë në bilanc. Në qendër të çështjes është biznesmenja shqiptaro-gjermane Mirlinda Heydorn, e cila i ka dhënë Mahmutit 2.2 milion euro hua, të përfituara nga shitja e një pasurie për investim në projektet Supercapital Italia dhe Oversport, të lidhura me transmetime sportive të serisë A. Sipas prokurorisë, investimi nuk u realizua dhe shuma nuk u kthye, megjithëse rrjeti i kompanive kishte kapacitete financiare për likuidim. Dyshimet përforcohen nga transaksione të shumta të pajustifikuara, përfshirë një huadhënie ndaj Oversport pa faturim dhe pa pasqyrim korrekt financiar, me qarkullim kryesisht cash për të fshehur gjurmët. Hetimet tregojnë gjithashtu për fshehje të ardhurave dhe mos pagim të taksave, ndërsa Mahmuti nuk ka provuar ligjshmërinë e plotë të ardhurave të kompanisë. Në fokus del edhe noterja Albana Karadaku, bashkëshortja e Mahmutit. Sipas të dhënave që dalin nga rrethi i marrëdhënieve mes palëve, Albana Karadaku rezulton të ketë qenë noterja e besuar e familjes Heydorn, çka nënkupton akses në informacione të ndjeshme mbi pasuritë e kapacitetet financiare të saj. Në këtë kontekst, përfshirja e saj merr një peshë tjetër. Fillimisht në kërkimin e shumës si hua dhe më pas në krijimin e lidhjes direkte mes Mirlinda Heydorn dhe bashkëshortit të saj Adnan Mahmuti. Ky rol, nëse provohet në gjykim, e vendos Karadakun jo thjesht si notere formale, por si një nyje kyç në ndërtimin e marrëdhënies financiare që çoi në transferimin e 2.2 milion eurove. Çështja Tibo nxjerr në pa një model të dyshuar mashtrimi të sofistikuar, përdorim të lidhjeve personale, kontratave formalisht të rregullta dhe kompanive të ndërlidhura për të fshehur rrjedhën e parave. Gjykata pritet të përsaktojë nëse bëhet fjalë për një konflikt financiar apo për një skem të organizuar mashtrimi dhe pastrimi parash, ku besimi personal është kthyer në një mjet për përfitim miliona euro.